shkën, ju nuk keni pasur debat të mediat, po është thonë që ju keni deklaruar që nuk ka urgjencë. A konsiderojnë që nuk ka urgjencë në formimin e institucioneve dhe pse? E dyta, është thonë nga Patullbeci që pas që të kalohet, do të fillimisht të kalohet votimi i fshat, pastaj të ditet për emrin e kandidatit, a do të thotë kjo që mund të mos jetë Albina Haxhiu kandidati për kryetare të parlamentit dhe e fundit si ndoshta pak e zota, por e kemi që i kemi dërguar ftesë për bashkëqeverisje vetëm LDK-s, ndërsa në anën tjetër ka qenë Partia Demokratike që ka ardhur zakonisht për të gjitha takimet që i keni ftu, pse nuk e preferoni një koalicion me PDK, duke thënë që po duken pak më të përafërt edhe mundet me që ndoshta një koalicion që e zgjidhë edhe çështjen e presidentës vitin e ardhshëm. Kohëzgjatja e punimeve për banimin e përballueshëm edhe social është 3 vjet, duke filluar nga tani, dhe kjo është një lajm i mirë për Llapin, siç e tha dhe zëvendës ministri Raka, prej 38 komunave vetëm 13 kanë aplikuar për banim të përballueshëm edhe social. Është për të ardhur keq, meqense çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anën banë Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Me këtë rast ne po dëshmojmë që më e madhe është oferta e qeverisë se sa kërkesa e komunave. I bie që parafërsisht prej 3 komunave vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim të përballueshëm dhe social, ndërsa 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim. Faleminderit. Po ndini vetëm për gjagjës mësuesi i partia.